Këtu është horoskopi e enjte 19 qershor 2025 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Nuk është e lehtë të jesh i qetë, nëse nuk ke ndonjë detyrim të veçantë, mund të mendosh të fillosh vetë. Një ofertë e re e pune mund t'ju befasoj, por duhet ta konsideroni me kujdes. Kushtojini pak më shumë vëmendje gjendjes tuaj fizike. Demi. Përgjegjësitë e mëdha, por edhe angazhimet e mëdha, ndjeni të lodhur dhe tani duhet të pushoni. Planifikoni me shumë kujdes të gjitha situatat që keni ndërmend të jetoni, disa dyshime me shenjën e binjakëve. Kontrolloni më shumë shpenzimet tuaja. Binjaket. Ndryshimet më domethënëse kanë të bëjnë me marrëdhëniet e bashkëpunimit profesional që evoluojnë brenda muajit të ardhshëm. Kini kujdes të mos imagjinoni situata të pamundura. Gaforja. Ditë e mirë për kontakte, për miqësi, dikush mund të dëgjoj një njeri që ishte zhdukur prej kohësh. Rinovime ose shpenzime të mëdha. Ka vullnet të mirë për t'u përfshirë, ata që mbyllën një punë kohë më parë mund të shërohen. Luani. Mundohuni të mos nervozoheni për mjedisin që frekuentoni sot. Brenda familjes ka diskutime për t'u përballur. Virgjeresha. Gjithashtu një ditë e shkëlqyer për të lëvizur dhe planifikuar udhëtime. Udhëtimi ose kontaktet hapin horizontet tuaja të punës. Peshorja. Çështjet biznesore dhe financiare të favorizuara. Dëshira për të rikuperuar pasionin bëhet gjithnjë e më e fortë. Akrepi. Është një ditë shumë interesante sa i përket aktivitetit. Në dashuri, merreni me punë. Një lajm i mirë mund të vijë. Shigjetari. Një plan i ri pune tashmë është gati, shpenzimet duhet të planifikohen. Në dashuri jini më tolerant. Britsjapi. Ditë interesante, sidomos për të nisur me projekte të reja, çështjet e punës janë për t'u shtyrë. Nëse jeni duke kërkuar për një dashuri apo miqësi të re, kjo është padyshim koha më e mirë për të ecur përpara. Ujori. Ata që kanë qenë në një lidhje prej vitesh dhe nuk janë të kënaqur mund të tundohen të mashtrojnë. Ju duhet dikush që të organizojë jetën tuaj. Peshqit. Ditë interesante, një përgjigje e mirë mund të vijë brenda 2 ditësh. Lajm i mirë nga një i afërm i largët. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi së shpejti.